Çfarë kemi kërkuar ne është që të ketë rregulla, pra ne nuk kemi kundër rregullave. Dhe ministrja tha që t'je hequn, do t'ja urëmbej, sepse kjo është pronë, është si celulari, ja urëmbevi. Janë komisariate, 1 milion euro të pronave të shqiptarëve, sot janë komisariate. Po ndryshken edhe po prishen sepse ato kanë bateri dhe bateria nuk ronë më shumë se 3-4 muaj. Dhe tha, 1 muaj do nxjerr rregullat, tha, do vini kokoren, do kalonin korsit e biçikletave. Po mirë, cila ishte akuza njërë dhe cili është sugjerimi për zgjidhjen e kësaj gjëje? Akuza se që unë jam pro mbledhjes së këtyre dhe mos lejimit të tyre, unë jam 100% pro. Po patjetër ti nuk je përdoruese, ti nuk e përdor dhe sigurisht je kundër. Unë jam përdoruese biçikletës, mendoj që mediat sigurisht kapin pleqt në rrugë e thonë jeni pro apo kundër monopatina. Ata s'janë përdorues. Jo, nuk ka lidhje me pleqt, nuk ka lidhje me pleqt, ka lidhje me shëndetin e të gjithë qytetarëve që ecin. E di si ecin ke sheshi Skënderbej ata? Pik plumbi ecin. Ndaloj. Ndaloj të mos ecin. Po i ndalovi pra. Problemi është që po i lejon tani dhe unë me këtë s'jam dakord. Jo, nuk po i lejon. Ajo është krenare që i ka ndaluar këto monopatina. Jo, shumë mirë dhe unë jam krenare që u ndaluan, ta them realisht. Sigurisht unë nuk jam fare krenar, domethënë unë jam kundër asaj që ju thoni, sepse ky është një mjet që ju ka zgjidhur çështjen 10.000 mbi 10.000 qytetarëve. Po i ka zgjidhur, po ka çuar në spital me 10 të tjerë. Po edhe makinat. Ju apo një statistik, ka 1.000 të vdekur 5 vitet e fundit në aksidente me makina. Po i dashu, më thuaj pak ato adoleshentët që kishin hypur aty ke sheshi me logjikën e ministres. Më thuaj pak ato adoleshentët, se ti nuk e kontrollon dot ato, ti ja lë dhe adoleshentëve ato. Po ti heqim. Po pa tjetër, më pa tjetër. Adoleshentët dhe... Po mirë, më dakord, po cilat do janë rregullat tani? Se për t'i lejuar kështu, më mirë të krijojnë rregullat njëherë, pastaj të lejohen. Atëherë këtë tha ministri. Po thot ai. 30 ditë tha dhe do bëj rregulla. Kaluan 120 ditë dhe s'ishin rregulla. Atëherë, çfarë të bëjnë ata që janë rrëmbyer pronat? Çfarë të bëjnë ata që kanë ata ti marrin se kanë të drejtë kanë pronën e tyre. Nuk i marrin dot, sepse janë komisariat. Shpjegoj për qytetar, shoh çka ka ndodhur. Ai thot kështu, polici. Më jep faturën që ke bler këtë, që është fatura. Pse duhet ta mbaj unë faturën asaj? Për çfarë? Unë as diamanti që duhet ta ruaj faturën, për çfarë duam faturën? Fatura duhet derisa del nga dyqani, 30 metra, e ka thënë mentor Kikia. Për kaq duhet fatura. Jo, thot ligji, s'ka nevojë ta thot mentori, sepse thot ligji për faturën dhe fiskalizimin. Kërkimi është njësoj si do thuash, më sill gjyshin që të ka vdekur, që të vërtetoj që ti je pronar. E kuptoj, po gjyshi ka vdekur, si ta sjell? Dhe nuk e lirojnë mjetin. Do me thënë, ideja është që komisariatet në këto momente janë kthyer në hajdut. Pra kanë vjet në rrëmbyer. Si e më, hajdut mos e thuaj ti. Po ta marrun këtë gjën këtu dhe tani ti ki qa jam? Hajduti. A, të keqin vaj. Po thot ai. Ai po thot që unë jam pro rregulla dhe unë jam me ty. Që këta janë të rrezikshëm në rrugë. Shoh çka ka ndodhur tani që ta di dirigenci. Tani kanë filluar të dalin fshehurazi. Po, i kanë parë. Dhe po ikin me një shpejtësi të tmerrshme, më keq. 70 kilometra. 80 kilometra. Po ja fuson tani për ta bërë të frikshme. Po vetë isha në makinë, kur kaloi njëri këshu, doli për... Ne po ecim këshu, na doli këtej... E di pse? Vetëm zotin ishte një 15 vjeçar, dhe policia e kishte akuzuar për aratisje nga policia. Shumë mirë ka përgjigje. Se po voziste me monopatin. Pra akuza e ti pa njoftuar prindrit e mbajnë të komisariati 6 janë disa të mitur që i mbajnë aty pa psikolog, pa njoftuar prindrit, i kanë terrorizuar.